ndër, jo vetëm ngjarjet me zëvendës kryeministren e Shqipërisë zonjën Balluku dhe kushtetuesen dhe kërkesën ndaj parlamentit për t'i hequr mbrojtjen parlamentare, por arrestimet në raport me Akshin. Për këtë shkak unë kam ftuar editorin Elker Bushkolaj. Elkeri, përshëndet e mirë se erdhët në program. Kam qenë sot në një kuptim i shqetësuar. Unë e kuptoj, unë e shoh që kjo ngjarje disave mund t'i duket komplekse e komplikuar. Po çfarë nuk është komplekse dhe e komplikuar në Shqipëri që kur lind dielli dhe perëndon? Kështu që në këtë sens, ty sot do të kërkoj dy pyetje. Pyetja e parë, duhet më bësh një panoramë në raport me Akshin, një panoramë zere se ke përpara njerëz që nuk të kuptojnë ose nuk duan të dëgjojnë, kanë qejf të shohin një program televiziv të karakterit nga këto popullorët që janë tani. Dhe pasi ta bëjmë këtë, unë do të bëj pyetjen e dytë. Për çka ka ndodhur me Akshin? Atëherë duhet kemi parasysh Akshi është Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, që mbart disa prej informacioneve më sensitive që ka shteti shqiptar, edhe qarkullon çdo vit miliona euro tendera. Fakt për hir vërtetës, kjo histori ka nisur të ekspozohet për opinionin e gjerë publik në gusht të këtij viti, në gusht të 2025-s, ka qenë një mesazh i ish zëvendës drejtorit të Akshit, Daniel Shima, i cili ka bërë një mesazh bashkëshortë së tij, po më arrestojnë. Edhe pas saj u bën një denoncim në polici për zhdukjen e tij dhe më pas institucionet u vunë në lëvizje, edhe dolën tezat e para që kishim të bënin me një rrëmbim. Pas disa orësh, pas rreth 24 orësh, ai u lirua. Por çfarë ndodhi? Projektorët u kthyen nga Akshi. Edhe më pas, drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçana, zyrtarët e tjerë të Akshit, biznesmen që kanë marrë tendera të Akshit, të gjithë nisën atë paradën përpara Spakut për të ardhur deri në ditën e sotme, kur me kërkesë të prokurorit Bledar Maksuti, por dhe krye prokurorit në ikje të Spakut, u lëshuan 6 masa sigurie, nga të cilat për 2 biznesmen, Ergys Agasi dhe Ermal Beqiraj, është lëshuar një masë pezullimi për zëvendës drejtorin e policisë të Tiranës, Erion Ismailaj, kemi 2 masa arrest shtëpie për Mirlinda Karçanajn, drejtoreshën e Akshit dhe zëvendësen e saj, ndërkohë që kemi edhe 3 masa për pezullim largimi jashtë vendit, janë për 3 biznesmen të cilët kanë marrë pjesë fiktivisht në tendera. Një nga episodet më të rënda në gjithë historinë e Akshit kemi të bëjmë me rrëmbimin e një biznesmeni që dikur ka qenë ortak në një kompani IT që ka në pronësi Baxhanaku i Edi Ramës, Armand Frangu, dhe biznesmeni quhet Geron Çela, dhe sipas Spakut pjesë e këtij rrëmbimi bëhet fjalë edhe për një zyrtar të lartë të policisë së shtetit, pra Erion Ismaili, që është zëvendës drejtor i policisë së Tiranës. Në total, a mund të pres vetëm një çast këtu, kam nevojë për 2-3 gjëra të vogla, më shumë për të ndihmuar që publiku të kuptojë, duke pasur parasysh spanin që është 0.3 sekonda. Mund të konfirmohet që Spak ka filluar të ketë vëmendje për këtë rast vetëm nga ngjarja me drejtorin i cili bëri mesazhin ndaj bashkëshortes, po më arrestojnë bashkë me sagën 24 orëshe të tij, mund të ketë filluar më përpara, mund të ketë filluar për një arsye tjetër. Dgjoj, hetimet kanë filluar edhe më përpara. Madje televizioni Plug në janar emisioni Plug Syri Televizion në janar të 2025-s ka bërë një skaner të mirë të tenderave, se si kishin përfituar rreth 50 milionë euro tendera kompania e Baxhanakut të kryeministrit Edi Rama bashkë me një kompani të biznesmenit Geron Çela. Çfarë ndodh? Më pas kemi një zhvendosje me sa duket të biznesmenit Geron Çela nga kjo kompani, pra nga bashkëpunimi me kompaninë e Baxhanakut të kryeministrit Edi Rama, dhe këtu më pas kanë nisur edhe divergjencat. Biznesmeni Geron Çela ka filluar që të marrë pjesë në tendera, ka filluar që të ofrojë ofertën më të ulët, i shkëputur nga bashkëpunimi dhe futja e tij në treg me oferta më të ulta që normalisht tërheqin edhe vëmendje pse u refuzua një ofertë më ulët për të pranuar një ofertë tjetër më lart, solli dhe një krisje, solli pasaj edhe deponime në Spak, solli pasaj edhe deklarata për gazetar apo për bashkëpunëtor të drejtësisë që më pas agravuan situatën. Ndërkohë që Spak normalisht nisi një hetim të gjithanshëm për këtë, duke përfshirë të gjithë aktorët, nga drejtuesit e Akshit, tek biznesmenët që kanë përfituar tendera nga Akshi dhe tek eksponentët e tjerë të cilët rezitojnë të lidhur me këtë angazhim. Por çfarë bën ndryshe nga aferat e tjera që kemi parë deri tani? Kemi për herë të parë termin grup i strukturuar kriminal i përfshirë në tendera publik. Nuk e kemi pasur as te inceneratorët, nuk e kemi pasur as tek dosja 5D, që kanë qenë manuali tipik
i grupit të strukturuar kriminal, po ashtu si afera e tunelit të Llogaras. Këtu e kemi konkretisht, e shkruar, e zeza në të bardhë, grupi strukturuar kriminal i përfshirë në tendera publik. Dhe pjesa tjetër është edhe pastrimi parave. Kurioztar të di, pse mendon në formulimin juridik, sepse edhe kur e bën prokuroria e posaçme, ai është një formulim juridik, teknikisht është një formulim juridik i cili do duhet ballafaqohet me konceptet juridike të gjykatës së radhës. Është një formulim juridik. Se kanë guxuar ata këtë herë të kenë një formulim kaq të avancuar, kaq të frikshëm të kësha thënë. Krasta. Tani ne duhet kemi parasysh që kur flasim për akshin, është një institucion i cili mbart informacione sensitive që janë të lidhura ngushtë edhe me partnerët tonë. Dhe normalisht partnerët kanë një vëmendje sensitive dhe të shtuar përballë këtyre. Ne të mos harrojmë që kemi pasur disa sulme nga iranianët në Shqipëri dhe të dhënat e shqiptarëve janë nxjerrë sheshit. Të dhëna sensitive, të dhënat e policisë shtetit janë nxjerrë sheshit. Pra pavarësisht se ne paguajmë miliona euro për akshin, pra për këtë agjenci, janë miliona euro të cilat rezultojnë të shpërdoruara pasi të dhënat tona, të dhënat publike shqiptarëve kanë qenë, të dhënat private kanë qenë të aksesueshme, qoftë nga vendet partnere si SBA-ja, por dhe nga vende dashakeqe si Irani apo njerëz që kanë arsye të tjera sepse hynë edhe pse i përdorin këto dhëna. Dhe normalisht që atëherë nisën të drejtoheshin fillimisht projektorët për herë të parë nga akshi, se çfarë ndodh ndërkohë që po investohen miliona euro nga taksat tona, ku shkojnë? Janë rreth 200 tendera sekret, tendera që ne nuk dim se kush i ka përfituar për shkak të natyrës së punës që ka edhe të informacioneve që ka akshi. Po janë 200 tendera sekret, po normalisht nëse nuk ka një komision qoftë parlamentar apo qoftë që të ketë një raportim se çfarë ndodh me këto para, se në fund ditës janë taksat e shqiptarëve, nuk janë se ka një zgjidhje teknike, një komision parlamentar mund të merrte informacionin që s'është për të tjerët. Një komision i posaçëm parlamentar patjetër që mund të merrte informacion, por ajo çfarë ndodh është që përdorja e termit grupi strukturuar kriminal bën që ose më saktë çon në analizën që shumë prej këtyre dhënave kanë përfunduar në duar të grupeve kriminale apo të njerëz të lidhur me krimin që patjetër mund të jenë keq përdorur. Të paktën nga hetimet del që janë shtruar kontroll edhe në persona që kanë biznese që deri tani janë faktuar se pastrojnë para të karteleve të drogës. Pra janë çuar para të marrë nga akshi, janë çuar në bizneset e këtyre personave me qëllimin për të pastruar. Pra është shumë e ndërlikuar situata dhe patjetër që edhe SPAK ka nevojë edhe për një mbështetje nga partnerët, për shkak të çështjeve sensitive, por edhe për shkak të dinamikës edhe vështirësive që ka hetimi në thellësi kësaj çështje. Agjencia ka qenë edhe më përpara e përfolur, ka qenë praktikisht gjithmonë e përfolur. Kanë dalë historikisht informacione të paktën si publik i zakonshëm ne e kemi dëgjuar. Madje ka pasur edhe reaksione të njerëzve që janë përfolur, sepse reagime të formave të ndryshme. Po ndërkohë ajo që të më përshtypje është që duke u konsideruar kjo, duke e përshkallëzuar përcaktimi i cili është problematik grupi i strukturuar kriminal. Kjo dhe natyrisht lidhjet me rrethin e ngushtë familjar të kryeministit. Kjo automatikisht a mund t'i jap të drejtë një lloj pandehme që ka patur në zonat analitike të vendit kur thonin që kjo është një patate nxehtë se cilës kryeministri i trembet realisht, nëse kjo mund të ndodhë. Pse? Tani nëse flasim për godinën e akshit, nëse ke parasysh godina e akshit është përballë me godinën e kryeministrisë. Kanë ndërmjet vetëm një kopsht. Biznesmena që merrnin tendera për vite me radhë në atë kopsht janë rrëmbyer nga njerëz në hierarkinë e policisë shtetit që kanë bashkëpunuar me të tjerë biznesmen. De facto, sot që po flasim, prokurorët e SPAK dhe agjentët e BK-s janë në kopshtin privat të Edi Ramës. Kështu e ka cilësuar vetë irzëvendësi i tij Arben Ahmeti në intervistën me kolegun tonë Çim Peka, ndërkohë që një pjesë tjetër e prokurorëve de facto nga sot janë në paradhomën e Edi Ramës, pra për çështjen Balluku. Dhe janë të dyja denoncime të bëra nga një njerëz që ka qenë në ato zyra, Arben Ahmeti. Pra nëse flasim për çështjen e akshit, nëse flasim për çështjen Balluku, nëse flasim për çështjen Veliaj, janë denoncime konkrete. Edhe me detaje konkrete, janë detaje që ne sot po i konfirmojmë. Kur lexojmë dosjen, kur lexojmë të dhënat, kur lexojmë emrat e kompanive, kur lexojmë se çfarë ndodhi apo denoncimin, në rasti konkret edhe denoncimin e foli edhe për rrëmbimin e Daniel Shimës dhe për kërcënimet e tij, që sipas Ahmetej ka pasur kërcënime edhe direkte nga kryeministri Edi Rama. Pra janë gjëra që po faktohen nga vetë prokurorët e SPAK. Nuk jemi më në kushtet e aludimeve. Me sa duket, konfirmimi i radhës pritet të jetë me atë se çfarë ndodh me pastrimin e parave në ndërtim, për shkak se një element i rëndësishëm që lidhet me këtë histori e ka cilësuar si koordinator të lidhjeve me grupe të strukturuara kriminale. A mund të ma përcaktosh pak
sensin hipotetik, por në analiza të kësaj natyre politike, ato janë hipotetike për sa kohë nuk janë realizuar, pastaj nuk janë më hipotetike. Duke patur parasysh që ngjarjet sulmuese ndaj propagandës a pretendimeve, qoftë edhe arrogancës qeveritare të kryeministrit, që këtij i hanin gjithmonë rrushe kumblla mbrapa, domethënë që nga Zoti Ahmetaj. Jo, jemi më saktë kemi që nga Zoti Beqaj. Që nga Zoti Beqaj, okay, po që nga Zoti Ahmetaj. Për filluar me Tahirin. Zëvendës kryeministri zonja Balluku tani më njerëzit e din që kryeministri është shumë afër me të gjitha zhvillimet dhe dëshirat dhe konceptet e tij për zhvillimet e ngjarjeve janë aty. Për shembull, ajo që të bën përshtypje në këtë rast është më duket pak fëminore të mendosh që kryeministri nuk e di se çfarë do ndodh me zhvillimet, me lejen apo mos lejen e parlamentit për të hequr mandatin zonjës Balluku. Në këtë rast, në fakt, ai mendon për zonjën Balluku apo mendon për veten? Po kjo më duket, me gjithë respektin për punën gazetaresëve të kolegëve të mi, kjo më duket retorike. Kam përshtypjen që ai që nga lëvizjet e para që ka bërë në raport me zonjën Balluku, ai ka menduar për veten e tij, pasi e din shumë mirë që në këtë aferë zonja Balluku nuk ka operuar e vetme dhe nuk ka operuar pa bekimin e tij. Së paku për këtë çështje, SPAK minimumi mund ta thrisë zotin Rama dhe ta pyeste për një denoncimtar Ben Ahmetaj që në ditën që është firmosur marrëveshja në Ankara, ka qenë aty dhe vetë kryeministri Edi Rama dhe është në foto, pra janë publikuar edhe fotot se si Rama edhe zonja Balluku janë aty me përfaqësuesit e kompanisë turke. Ne pam se si arriti tenderi të paracaktohej. Un kam përshtypjen që Edi Rama do ta bëj kurban Belinda Ballukun edhe këtë herë për pozicionin e tij. Po a do jetë merit e këtyre prokurorëve dhe ngulje apo grinde e këtyre prokurorëve për të shkuar më tej, kjo mbetet për tu parë, pasi duhet kemi parasysh që ndoshta po presin dhe një mbështetje nga ndërkombëtarët dhe mos harrojmë që mbështetja ndërkombëtarëve muajt e fundit ka qenë e madhe dhe kjo u pa ditën e zgjedhjes së kreut të ri të SPAK, zoti Klodian Bravo. Ne aty nuk kishim as si përfaqësues të qeverisë, po themi, në rreshtin e parë, por kishim përfaqësues të ambasadave. Pse? Sepse kanë interesa të caktuara. Amerikanët vinë tu për atë kartelet e drogës dhe për kompanitë amerikane që po preken direkt nga fenomeni i pastrimit parave në ekonomi, ndërsa europianët vinë për të njëjtin problem, se ngritën shqetësimin e paqes fiskale që është një emërus i përbashkët i shqetësimeve të dyja palëve, qoftë amerikanëve apo qoftë edhe ata e lexojnë si një akt që edhe ata e lexojnë që në akt që jemi përballë një skenari të frikshëm të pastrimit parave që mund të impaktojë edhe në zgjedhjet e ardhshme dhe patjetër që ka impakt edhe në ekonominë e vendit dhe në të gjitha zhvillimet që ndodhin. Por, duke mbetur te zonja Balluku, nëse kthehemi në retrospektiv, ky vendim vjen 4 ditë pas vendimit të gjykatës kushtetuese që e riktheu në detyrë. Normalisht do duhet kishte qenë e udhës që SPAK ta kishte kërkuar më përpara heqjen e imunitetit në parlament. Por nuk e bëri dhe zgjodhi këtë rrugën e gjykatës kushtetuese, që edhe këtë herë tregoi standarde të tjera, pasi tjetër qasje kemi patur në raport me zotin Berisha, tjetër qasje patëm me zonjën Balluku, por jemi në kushtet kur gjykata kushtetuese e riktheu në detyrë, në zyrë, në një vend ku ajo ka aksesin dhe mundësinë për të prishur, për të dëmtuar prova dhe për të intimiduar dëshmitarët. Dhe këtë shqetësim e pranoi dhe SPAK sot kur çoi kërkesën. Tani, pritet mbledhja e Këshillit të Mandateve. Sot zoti Rama bëri një tjetër reagim, kur tha ndryshe nga herët e tjera që ne kemi thënë nuk kemi punë me SPAK-un, për hir të vërtetës kjo është e pavërtetë. Se edhe në raport me zotin Velia ka pasur punë me SPAK-un. Edhe në raport me një rektor të Universitetit Bujqësor të Tiranës ka pasur punë me SPAK-un, se e ka thirrur në mbledhjet e grupit parlamentar dhe përdori grupin parlamentar të Partisë Socialiste si zyrë noterie. Atë grup parlamentar që sot i tha hiqni gjithë familjarë që keni nga puna në shtet. Ndërkohë që këtë duhet ta bënte për persona që kanë probleme me trafikun ndërkombëtar të drogës apo me korrupsionin, që të mos kenë akses shtet. Se është absurde që ti të kërkosh deputetëve që të heqin familjarët nga puna në shtet, kur ndërkohë ti kanë grup parlamentar njerëz që i kanë diktuar, po themi, grupet strukturuara kriminale, qoftë në Durrës apo qoftë në Elbasan. Por për të rikthyer tek zonja Balluku, ka detaje tjera. Është ajo që pritej. Pra që me nisjen e hetimit rëndohet edhe pozita, si çfarë ndodh. Nëse deri dje e kemi pasur vetëm për tunelin Llogaraz dhe një nga lotët e Unazës Madhe në Tiranë, tani e kemi për 7 lotët e Unazës Madhe në Tiranë, që është një projekt apo më saktë është një investim për 450 milionë euro, që de facto rëndon shumë pozitat e zonjës Balluku në këtë histori. Pastaj, a do shkojë çështja deri në parlament? Dhe që grupi parlamentar i Partisë Socialiste me cilëve ka njerëz që kanë, po themi, edhe kontribute dhe kanë një lloj profili të tyre politik, që është e pamundur që
ti gjykosh apo të ti keq për se mendova që pamundur që na kryeministi që nuk e kam për këtë, se kam përshtypjen që një pjesë e mirë do detyrohen, pra edhe kundër dëshirës së tyre, nëse do ketë një vendim grupi për të refuzuar heqjen e imunitetit, kam përshtypjen që padyshim pjesa më e madhe do ta votojnë pavarësisht asaj se çfarë besojnë apo duke e ditur se si do duhet jetë, se parlamenti e ka treguar këtë deri diku dhe me rastin Xhaçka, edhe pse nuk jemi në kushtet e njëjta, se aty ka qenë për çështjen e mandatit, por e mbrojti deri në fund edhe e futi edhe në listat e zgjedhjeve të 2025. Mund të jemi edhe në kushtet kur Belinda Balluku mund të jap dorëheqjen nga poste që mban për të përballur vetëm me drejtësinë, duke ndjekur standardin që kanë ndjekur ndër të parët, po themi Samir Tahiri apo edhe më herët Ilir Meta gjatë qeverisjes përpara 2013-s, por duhet kemi parasysh që kjo mund të sjellë një krizë, se kur flasim për Belinda Ballukun, duhet kemi parasysh nuk po flasim për një deputet e thjesht, por flasim për një njerëz që arriti një rezultat të themi te kaloi Partinë Socialiste në një qark si fieri, pavarësisht se është qark i majt në tërësinë e tij, por kjo të le të kuptosh që prapa ka një numër deputetësh, ka një numër njerëzish të cilët i ka diktuar në ministri. Pra nuk është zonja Balluku pa mbështetje. Patjetër që jo, dhe mbi gjitha ka dhe një mbështetje të fortë në raport me median, që për Partinë Socialiste besoj kjo përbën një problem vete për shkak të rëndësisë që ka propaganda për këtë forcë politike. Për ta përmbyllur duhet të bëj një pyetje e cila krijon një panoramë përfundimtare dhe më të gjerë. Domethënë, një kryeministër në detyrë mund të menaxhojë nga pikpamja e televizioneve propagandës, qoftë edhe e narrativës që ai shet në publik, edhe kur publiku është analitik dhe kur publiku është letargjik. Mund të menaxhoj një problem, që në rastin konkret mund të jetë problemi me zëvendëskryeministren e tij. Po ndoshta komplikohet situata, por ai tenton ta menaxhojë edhe problematikat me agjencinë më të rëndësishme dhe vulnerabël, sepse për shkak të lidhjeve me familjen e tjera që është Akshi. Po në qoftë se ndodh ajo që pritet, që krijohet një dinamikë e re në raport me frikën e madhe që kanë agjencitë ligjzbatuese amerikane dhe ato të shëndetshme europiane që nuk bëjnë pjesë as komision as në strukturat parlamentare europiane, ne themi jo shoqet e Mogherinit, të shqetësohen në raport me larjen e parave dhe kriminalizimin e ekonomisë shqiptare për momentin. Nëse kjo i shqetëson dhe bëhen 3 apo 4 raste, mund të bëhet kjo? Mund të jetë kjo një situatë për cilën opozita praktikisht ka ëndërruar në mënyrë të jashtëzakonshme. Unë kam përshtypjen që pastrimi i parave ndoshta do jetë edhe varri politik i Edi Ramës. Për shkak se këtu Edi Rama është bërë pjesë e një loje të madhe ndërkombëtare. Çfarë ka ndodhur? Grupet kriminale shqiptare prej vitesh janë aktive në tregun ndërkombëtar, qoftë në tregtinë e kokainës, qoftë heroinës apo qoftë kanabisit. Por çfarë ka ndodhur? Fuqizimi i tyre përgjatë 5-6 viteve të fundit ka ardhur për shkak të lehtësive që kryeministri Edi Rama u krijoi atyre për të injektuar parat në ekonomi. Dhe kjo lehtësi që kryeministri Edi Rama, që në fakt nuk është se e bëri për t'i mbështetur, por e bëri për të grumbulluar ato para, që një pjesë e mirë shkojnë buxhetin e shtetit dhe një pjesë e mirë shkojnë përmes studieve arkitekturore me të cilat ndoshta mund blihet influencë në Bruksel apo ndoshta në SBA apo ndoshta në Katar, i ekspozoi kjo. Se prokurorët belg kur vinin në Shqipëri për gjurmuar një grup kriminal e kishin vështirë që ta gjenë atë grup kriminal duke gjurmuar kafenet apo lokale që mund të kishin plotësi. Ndërsa tani shumë prej tyre ti identifikon me kullan mes Tiranës, i identifikon me investime strategjike në Bregdet. Dhe kullat dhe investimet, qoftë edhe me hetime paralele të bëra në një tjetër dinamik. Kullat edhe investimet strategjike kanë firmë, edhe monopolin e firmave për kullat dhe investimet strategjike, të paktën prej një viti e ka kryeministri Edi Rama. Ka ndodhur një diçka këto ditë për të na kuptuar se si ka funksionuar e gjithë kjo. U godit një grup me bazë në Krujë. Çfarë ndodhi? Ky grup është shembull ideal se si grupet kriminale shqiptare dekadën e fundit kaluan nga kanabisi tek tregtia ndërkombëtare e kokainës. Ky grup kishte mbjellur sasi të mëdha kanabisi në zonën e fushkryes. Kanabis të cilin e kishte eksportuar në vendet e Bashkimit Evropian, përgjithsisht në rrugë kryqëzore. Ky grup kishte një pjesëtar të familjes në parlament, pra. Një nga pjesëtarët e këtij grupi, deputet të zgjedhur nga radhët e Partisë Socialiste dhe me një numër të konsiderueshëm votash që u zgjodhën në zgjedhjet e 2021-shit. Edhe ky grup që u fuqizua aq shumë me kanabis, shkoi dhe u bë pjesë e tregtisë ndërkombëtare të kokainës, duke sjellë ngarkesa nga Amerika Latine në portet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo tregon se si grupe të ngjashme kanë funksionuar përgjatë, po themi, dekadën e fundit në Shqipëri. Dhe patjetër që kjo ka ndodhur me një leje dhe patjetër që partnerët e dinë këtë. Ideja
tashmë prej 3 vitesh ka dhe një zyrë fizike në Shqipëri. Dhe tani ajo çfarë mbetet e panjohur në këtë ekuacion është se çfarë do bëjë opozita. A do jetë e aftë që t'i bind qytetarëve që duhet të dalin në rrugë pasi kriminalizimi masiv i ekonomisë ka helmuar shoqërinë në të gjitha themelet dhe në gjitha dimensionet. Dua të bëj një pyetje të fundit për i përgjigje shkurtër. Do bjeri një kryeministër i kësaj fizionomie dhe i këtij identikiti. A mund të bjeri ai pavarësisht nga opozita, le ta supozojmë një moment Shqipëria s'ka opozitë. Ta supozojmë. Dëgjoj. Bie kryeministri me kaq sa ka bërë në këto 4, 5, 6, 7, 8 ka përshtypjen nëse sillim ndërmend rastin e Gruevskit në 2017 mos gaboj, ka marrë ratin për një automjet mos gaboj ose për një shifër korrupsioni me vlerë 600.000 euro. Pra çdo autokrat apo autokrat negativ duket i pathyeshëm deri para pak minutash përpara se të merret vendimi final. Ilkerit, falenderoj me gjithë zemër. Faleminderit shumë për panoramën, dashur teleshikues, ne mbas pak minutash do të bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë me Adriatik Llapajn, i cili është, ndërkohë që flasim, duke zhvilluar një protest përballë kryeministrisë. Tani historia e vështrimeve edhe e komenteve që bëjnë shqiptarët për atë që bën tjetri, duke parë përgjithsisht nga larg në zonën e ngrohtë të divanit përballë televizorit, ne e dim çfarë ndodh. Ne e dim çfarë shqiptarësh jemi ne kur gjykojmë veprimet e tjetrit. Po nga ana tjetër, përderisa në Shqipëri po bëhet e pamundur për të bërë protesta dhe ka dalë një djalë i ri atje, s'ka rëndësi fare në çfarë partie është dhe kujt i shërben, apo çfarë mendime ka, apo çfarë mendime ka për veten. Ai bën një protest, kjo protestë duhet të lexohet, përderisa për të përgjithsisht nuk flitet ose flitet pak. Ne do bëjmë një lidhje me Llapajn, pastaj unë do të kërkoj të bëj edhe një analizë për ju të shkurtër në raport nga pikpamja juridike gjithmonë, por edhe gazetareske, në raport me atë që mund të ndodh, ose më saktë me atë që ka ndodhur nga gjykata kushtetuese deri në gjykimin e Komisionit Mandateve në lidhje me zëvendëskryeministren e Shqipërisë. Për këtë do të flas me Artan Cenën, ndërsa në pjesën e fundit të programit do të flasim për një familje artistësh në Tiranë. Ne nuk kemi qenë familje artistësh, por duhet jetë një fat dhe një gjë e veçantë për një njerëz të lindi në një familje ku mama është pianiste, artiste shumë e njohur, ardhur nga një familje doktorash me atë formim e me atë pasuri e pozicion, ndërsa babai është një nga regjisorët më të famshëm në Shqipëri. Vjen Eno Milkani me ca foto shumë të veçanta ku njërin prej tyre e kam zgjedhur me shumë dëshirë për të folur pak për miqësinë midis Milkanëve dhe Jusuf Vrionit. Po edhe të tjera, kështu që ne do të takohemi shumë pak, bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe pastaj kthehemi live në A.